Oj, qefi ty. Ja, të doli të shi. Ti që vazhdo intervjistë me i sy këshu. Po, pra, në bënë them unë që më boni kjo me një sy ande një sy kënej. Dashnia të bën dhe kalama, o Mateo, kalama të nxjerr. Po, Mateo, po. Qenien më të bukur dhe kjo është të ndihesh të bësh si kalama me njëri tjetrin, sa ty është dashuria e vërtet, o Mateo. Të bësh një familje madhe. Amo ti e din shumë mirë, që kur erdha me ta thonë, nuk tash, hajde na dy përqafojmë dhe ti ishe, unë ta buna tash ma bëjnë pyetje mu. Na tash ma bëjnë pyetje mu. Tash do bëj një kërkesë, me qenë se ai ka bërë një kërkesë. Po, edhe tash okej, në rregull, se unë edhe diet se i ka tash. Po jo se unë e pash që Mateo e murë ndryshe, edhe kesh cikletë, edhe Mateo kënë cikletë. Ai u ngrit më. Ai e dikush mërzitur, nga që u ngrit në këmbë, nuk e ngrit se thash ku isha ulur. U ngrit vetë. Nuk e du përqafimin këtu thash. Kur ta ndjej ta japi. Unë ngrita me Smojuvan Juve në pozit që po bëj interesantin apo ku di unë. Po ta thash përgjigjen që ku isha ullë. Përqafim, Mateo, personi që ke përqim këtu brenda ti të përqafim. Qa është për të ngel hatri këtu, më? Unë se kuptoj. Ti erdhe dhe kërkove përqafim. Tashi... Do të përqafimin legjem. Da, të përqafoj. Tashi, se kuptoj pse po pun kështu. Do të përqafon dhe personi që the nuk kam sy për një ditë dhe kjo mos të ishte aty. Radio vlla se